Gjatë vitit që e lan pas, në regionin e Gostivarit ka ndodhur 10 raste të mashtrimeve që kanë të bëjnë me keqpërdorim të dokumenteve zyrtare, premtime të rejshme për punësim në përvendet e zhvilluara dhe lloje të tjera të mashtrimeve që epilogun e kanë përfitim personal për mashtruesit. Keqpërdorim të dokumenteve zyrtare, premtime të rejshme për punësim, për përfitime personale dhe lloje të tjera të mashtrimeve kanë qenë mjaft prezente edhe gjatë vitit që e lan pas në regionin e Gostivarit. Përderisa një vit më parë dominonin në këtë rajon mashtrimet e të ashtu quajturave fallxore, vitin 2014 në skenë dolën mashtrues të llojeve të ndryshme. Edhe gjatë kësaj periudhe, prej këtyre mashtrimeve kanë qenë zakonisht pleq, të cilët lehtë bien në kurthet e përgatitura dhe të sajuara nga mashtruesit, të cilët veprojnë më shumti pranë objekteve publike të qytetit. Në bazë të një raporti të sektorit të punëve të brendshme, gjatë vitit që e lan pas, vetëm në regionin e Gostivarit janë regjistruar 10 mashtrime. Bëhet fjalë për lloje të ndryshme të mashtrimeve, para së gjithash që kanë të bëjnë me punësime të premtuara jashtë shtetit, keqpërdorim të dokumenteve personale, të cilat individ të caktuar i shfrytëzojnë për përfitime personale, po ashtu ka edhe mashtrime klasike, kur një mashtrues prezantohet si i huaj, sajon ndonjë histori trishtuese duke e vënë theksin në nevojën për mjete financiare, të cilat viktimës do t'ia kthente vetëm për disa orë, e më pas janë larguar për të mos u paraqitur më asnjëherë në vendin e ngjarjes, thot Marian Josifovski, zëdhënës i sektorit të punëve të brendshme Tetov. Gjatë vitit që e lan pas ka pasur edhe raste kur mashtruesit paraqiten si fallxor, ata mashtrojnë personat në nevojë duke u dhënë shpresa për zgjidhje të problemeve që i tangojnë. Këto lloje të mashtrimeve nuk janë të panjohura në hapësirën e Gostivarit, sidomos ato që kanë të bëjnë me të ashtu quajturat fallxore, të cilat tregojnë ardhmërinë, por nuk kanë munguar edhe mashtrimet se kinse ofrojnë shërbime mjekësore. Mashtrimet e këtilla janë hasur jo vetëm në qytet, por edhe në fshatra dhe për kohë të shkurtër janë zbardhur, ndërsa mashtruesit janë paditur në mënyrë adekuate. Gjatë viteve të kaluara, po ashtu në këtë rajon kanë qenë prezente edhe të ashtu quajturat mashtrime me sigurimet apo mashtrimet për marrje të kredive dhe shërbime të tjera bankare, thot Josifovski. Së këndemi, sektori për punë të brendshme Tetov apelon tek qytetarët që të jenë të kujdesshëm kur bien në kontakt me njerëz të panjohur. Apelohet që të mos u huazohen para personave të panjohur, dokumentet personale apo kopjet nga të njëjtat, sepse ato mund t'i keqpërdoren shumë lehtë. Nëse përballen me këto raste, qytetarët duhet menjëherë që të njoftojnë stacionin më të afërt me çka do të ndihmojnë në zbulimin dhe sankcionimin e mashtruesve potencial, theksojnë nga sektori i punëve të brendshme. Sipas raporteve të deritanishme të policisë, këto mashtrime më shumë ndodhin në pjesën qendrore të qytetit, ku ndodhen edhe institucionet e ndryshme publike, ku frekuentimi është më i madh, por nuk mungojnë edhe mashtruesit në vendet periferike, siç janë stacionet e trenave dhe autobusëve.